Këshilli i qytetit të Shkupit mbajti seancën e parë konstituive. Seancën e drejtoi Risto Penov, ndërsa në fillim foli kryetari i ri i komunës së Shkupit, qytetit të Shkupit, Orce Gjergjevski, i cili theksoi se qëllimi i tij është ta shndërrojë kryeqytetin në shembull për pastërti, rend, transparencë dhe zhvillim urban dhe modern. Në këtë seancë, me 23 vota pro për kryetar të Këshillit, udhëgjoz Dame Dimitriovski, i cili në zgjedhje ishte bartës i listës zgjedhore të VMRO-DPMN-s dhe koalicionit. Në Këshill, VMRO-DPMN-ja ka 18 këshilltar, ndërsa Levica, Vlen dhe BDI kanë nga 6 këshilltar secila. LSDM ka 5. Nga një këshilltar kanë koalicioni Përvojë për Sukses, Znam dhe listat qytetare të Pavarurit së Bashku dhe Qyteti Gjelbër Human. Në seancën e ardhshme, pika kryesore e rendit të ditës pritet të jetë ribalanci i buxhetit. Секој граѓанин има право да знае како се носат одлуките, каде се трошат јавните средства и како ќе се реализираат проектите. И ќе ги отвориме вратите за јавноста, ќе промовираме дигитална достапност и отчетност во секој чекор на Советот.